Rasti Maxhiarit që është brenda të njëjtit kamp mitologjik me zotin Orban, prodhoi brenda një sistemi të ndërtuar nga zoti Orban që mund ta mundte me rregullat e tij të lojës. Rasti i Bullgarisë, që akoma mund të më thënë se është një parti e krijuar për 3 muaj e cila arriti të fitonte zgjedhjet. Ne kemi raste të tilla me Macronin më herët, apo me Sirizën, apo me 5 Stelle në Itali. Pra, çfarë vengon Partitë Demokratike, që përtej gjithë kriminalizimit që ka bërë zoti Rama në mandatin e 4, siç po thoni ju se të 4-tin, të 3-tin, po ka fituar dhe në të 3-tin dhe në 2-tin. Quhet fitore nëse ti përdor krimin organizuar. Çfarë vengon Partitë Demokratike të arrëzoj këto barriera dhe të arrit të fitojë, qoftë nëpërmjet legjitimimit ndërkombëtar, po mbi të gjitha mbi votën e brendshme. Krahasimi mendoj unë nuk qëndron me këto vende, sepse ne bijem në këtë kur dhe unë e vëre në përgjithësi në diskursin publik në Shqipëri. Ne themi, është e vërtet që krijimi organizuar pengon rotacionin, pra këtu nuk ka zgjedhje të lira të ndershme, raporti OSBE-s së fundmi, që unë sërish nuk bie dakord që është i njëjti raport më përpara. Unë jam një nga njerëzit mendoj më kritik me raportet ndërkombëtare, se nuk më pëlqen gjuha e ndrujt që përdorin ata. Sidomos OSBE apo edhe institucionet të tjera, unë jam përgjithsisht politikisht jo korrekt. Dhe më pëlqen kjo rryma e të qenurit politikisht jo korrekt. Por ky raport i OSBE Odirit është më i rëndi që ka pas ndonjëherë Shqipëria në 36 vite. Është më i rënd dhe se raporti për Serbinë, që ishte mjaft i rënd dhe ai. Për më thuhet në raportin për Shqipërinë që, dhe sërish po citoj, është mjegulluar vjendarse mes partisë dhe shtetit. Kjo gjë ndodhte para vitit 1990 në diktaturën e Enver Hoxhës dhe të Ramizalis. Nuk ndodh në vende demokratike që të mjegullohet vjendarse mes partisë në pushtet dhe shtetit. Nuk ndodh në vendet që ju përmendët që është një gjë. Në vendet e Bashkimit Evropian, në vendet e kontinentit evropian. Heqim këtu Rusin apo Bielorusin e Lukashenkos apo Vučićin që është një autokrat njësoj si kryeministri shqiptar, në vendet e tjera nuk ndodh që të jetë shteti përballë disa partive ose disa koalicioneve. Sepse sado ti të kesh programin më të mirë, njerëzit më të mirë, sërish shteti ka monopolin e dhunës, ka monopolin e informacionit. Po si do ta mundi zotin Rama në zgjedhjet lokale të vitit që vjen? Do vi aty. Ai do vazhdoj të ketë pa diskutim. Do vi aty, po thjesht për të qartësuar këtë. Në Hungari që ju përmendët, unë nuk bie dakord me këtë perceptim që thuhet në Shqipëri që zoti Orban ishte ky autokrati i madh që tenamin atje. Në Hungari, e para zoti Magyar kishte mbështetjen e Bashkimit Evropian, e establishmentit liberal sorosian, dhe unë kam qenë vëzhgues në zgjedhjet e fundit, dhe aty janë derdhur miliona e miliona euro te OJF që mbështesnin zotit Magyar, po kjo është gjë tjetër. Është partia qendrës së djathtë apo jo? Magyar dhe vina njëti kamp ideologjik me zotin Orban, po ka qenë antar i partisë së tij. Patjetër, unë nuk thash që ai ishte i majt. Kurse fitoi e majt. Nuk thash që ishte i majt. Thash ai pati mbështetjen e establishmentit të majt liberal që kishin synim të largonin Orbanin nga pushteti. Dhe ky është thjesht pjesë e PPS, ku jeni dhe ju. Vetëm ndërkohë që zoti Orban është një pjesë e një koalicioni shumë dakord. Nuk thash asgjë nga këto. Kritikoni partinë si motor, duke mbrojtur një parti e cila është pjesë e një koalicioni tjetër. Zoti Orban ka qenë pjesë e Partive Popullore Europiane. Ne jemi parti si motor me partinë e zotit Orban tek IDU-ja, tek CDI-ja, tek Internacionalja Centriste e Qendrës Djathtë, e tjerë, po ky është diskutim tjetër. Po them, e para, zoti Magyar kishte këtë ndihmë të madhe nga ky establishment liberal. E dyta, zoti Orban nuk përdori krimin e organizuar që të mbante peng rotacionin politik, që ta pengonte rotacionin politik. Patjetër që fakti që kishte 16 vite në pushtet i jepte një avantazh të konsideruar. Fakti që kishte bërë ai reformat konstitucionale, kushtetuese apo reformat zgjedhore atje, i jepte një avantazh të caktuar. Dhe këtë avantazh e te i kaloi zoti Magyar me gjithë ndihmën që mori. Por nuk kishte krimin e organizuar, nuk kishte kartelet e drogës, nuk kishte miliarda e miliarda euro që të shkonin dhe të pastroheshin në sektorin e real estate dhe pasurive të patundshme të ndërtimit atje. Nuk kishte bujqësi në recesion për 6 vite siç e kemi neve këtu. Nuk kishte një shpopullim të frikshëm që të largoheshin 45% e hungarezëve.
Dhe Po këto gjëra po vazhdojnë sot i kemi. Pra këto nuk është se janë frenuar këto fenomene dhe ne kur diskutojmë për Shqipërinë hyrin në një diskurs fatalist pastaj. Jo, absolutisht. Me këto kushte bi zoti Rama, absolutisht jo. Unë do vi tek zgjidhja dhe se si zgjidhet, por të bijem dakord dhe t'u themi qytetarëve shqiptar që ne nuk mund ta krahasojmë Shqipërinë as me Italinë, as me Hungarinë, as me Greqinë, as me Maqedoninë e Veriut, as me Kosovën, sepse Shqipëria është një vend sipas Videmit, po unë sërish marr përbazë realitetin që shikoj këtu dhe nuk marr përbazë shumë se çfarë thon të huajt për të më mbushur mendjen, se qytetarët shqiptarë ndjejnë vet. Po nëse marrim përbazë dhe rankimet ndërkombëtare, Shqipëria sot është një autokraci elektorale.